Njerëzit mendojnë se i forti nuk çan, por më i forti është ai që çan vetëm përpara Zotit dhe pastaj ngrihet i qetë, si të mos kishte ndodhur asgjë, sepse ai e di se çdo herë që bie në sejdë, forca e tij rifillon. Kjo është forca e shpirtit që jeton me besim.